Me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, me 8 mars 2026, në orën 17 në ambientet e Imanje Knjaz në Podgoricë, u organizua pritja dhe manifestimi kulturor nga Ambasada e Shqipërisë dhe Ambasada e Kosovës në Maltëzi, në bashkëpunim me Qendrën Tirana Art. Në këtë aktivitet u ekspozuan 38 piktura duke krijuar një atmosferë artistike dhe festive që vurin në pah rolin dhe kontributin e gruas në art dhe shoqëri. Po ashtu, u bë dhe promovimi i librit 69 të autores Uarda Albunesa. Të pranishmit i përshëndeti me fjalën e rastit ambasadorja e Kosovës zonja Ariana Zherka Hoxha, ambasadorja e Shqipërisë zonja Jacqueline Peto, drejtoresha ekzekutive e Tirana Art zonja Jonida Duviti dhe autorja e librit 69 zonja Uarda Albunesa. Në këtë pritje morën pjesë edhe personalitetet të jetës politike dhe shoqërore, ndërta Ministri Marash Dukaj dhe Angela Jakšić Stojanović, si dhe shumë të ftuar të tjerë nga fusha e kulturës, diplomacisë dhe jetës publike. Ky manifestim shërbeu si një moment i veçantë për të festuar artin, kulturën dhe rolin e gruas në shoqëri, duke e bashkuar komunitetin në një mbrëmje frymëzuese dhe plot kreativitet. Mirëmbrëma të gjithëve, i nderuar Ministër Dukaj, i nderuar Ministre Jakšić Stojanović, shkëlqësi tuaja të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri. Është kënaqësi të ju mirëpresim sot, ndërsa shënojmë 8 marsin ditën ndërkombëtare të gruas, një ditë që simbolizon përpjekjet e gjata dhe sakrificat e grave dhe burrave që gjatë historisë kanë punuar pa pushim për të avancuar të drejtat e barabarta dhe dignitetin e grave në mbar botën. Sot shënojmë këtë ditë përmes artit, duke ndëruar gjenerata që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribojnë për një shoqëri më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse. Kjo ditë na fton jo vetëm të festojmë progresin, por dhe të reflektojmë mbi rrugën e gjatë drejt barazisë, mbi punën që ende mbetet për të bërë në mënyrë që potenciali plot i grave dhe të përfaqësohet në mënyrë të barabartë në jetën publike dhe vendimarrje. Gjatë historisë dhe kulturës sonë, gratë kanë qenë shtylla e qëndrueshmërisë dhe bartës e identitetit. Sot të drejtat e grave janë një shtyllë themelore e shoqërive demokratike. Demokracia nuk mund të jetë e plot pa pjesëmarrjen e barabartë të grave në institucione, art, ekonomi dhe në të gjitha sferat e jetës publike. Fuqizimi i grave është thelbësor për një shoqëri të drejtë, të qëndrueshme dhe të begatë. Në këtë frymë, ekspozita që hapim sot për te i kufive brenda shpirtit, është më shumë se një kolekcion veprash artistike. Ajo është një homazh për forcën krijuese të grave dhe për rolin e tyre të pazavendësueshëm në art, kulturë dhe zhvillimin e shoqërive tona. Çdo pikturë reflekton një botë të brendshme, emocione, përvoja, vizione që ka përcjell kufit e dukshëm dhe të padukshëm, duke na bashkuar në një hapësirë të përbashkët të kuptimit dhe frymëzimit. Përmes kësaj krijimtarie, arti ndërton ura, nxit dialog dhe na kujton fuqinë unifikuese të kulturës. Në këtë ditë simbolike, ne festojmë talentin, përkushtimin dhe guximin krijues të artisteve që pasurojnë jetën tonë kulturore dhe shpirtërore. Prandaj, gëzuar ditën ndërkombëtare të gruas, të gjitha grave dhe vajzave, qofshit gjithmonë frymëzuese, krijuese dhe pjesëmarrëse aktive në formësimin e të ardhmës së shoqërive tona. Faleminderit. Nderuar Ministre Angela Jakšić Stojanović, nderuar Ministër Dukaj, shkëlqësi ambasador dhe antar të trupit diplomatik, të dashur artist, krijues dhe miq të artit, zonja dhe zotrinj. Është kënaqësi e veçantë që sot jemi këtu së bashku për të festuar 8 marsin, një ditë që na fton të reflektojmë mbi forcën, ndjeshmërinë dhe krijimtarinë e grave në shoqëritë tona. Nuk është rasti që këtë ditë e shënojmë përmes artit dhe fjalës së shkruar. Piktura dhe libri janë dy mënyra të veçanta për të treguar histori,
histori për jetën, për ndjenjat, për sfidat dhe ëndrat. Në çdo ngjyrë, në çdo penelat, në çdo faqe libri, gjendet një fragment i shpirtit krijues që jep kuptim botës rreth nesh. Jam veçanërisht e lumtur që kjo mbrëmje organizohet në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Shqipërisë dhe Ambasadën e Republikës së Kosovës dhe Qendra Tirana Art, duke krijuar një hapësirë ku arti bëhet një gjuhë e përbashkët dhe një urë që lidh njerëzit, kulturat dhe përvojat tona. Gratë artiste dhe krijuese që prezantohen sot na kujtojnë se arti nuk është vetëm estetik, ai është një zë, kujtesë dhe frymëzim. Përmes veprave të tyre, ato na ftojnë të shohim botën më me shumë ndjeshmëri, më me shumë dritë dhe më me shumë shpresë. 8 marsi është një ditë për të nderuar arritjet e grave, por edhe për të festuar energjinë krijuese që ato sjellin në çdo fushë të jetës, në kulturë, në diplomaci, në shoqëri dhe në jetën tonë të përditshme. Sonte, mes artit dhe fjalës, ne festojmë jo vetëm talentin, por edhe bukurinë e bashkëpunimit, miksisë dhe dialogut kulturor. Në fund më lejoni të përmbyll këtë mbrëmje me një mendim që lidhet bukur me këtë ditë dhe me artin që na bashkon sonte. Gratë janë si arti. Ato japin ngjyrë, thellësi dhe kuptim. Le të vazhdojmë të ndërtojmë një botë ku zëri, talenti dhe ëndrat e grave shkëlqejnë gjithmonë. Gëzuar 8 marsin. Është kënaqësi një radhë parë, dua t'ju them dhe t'ju uroj të gjithëve gëzuar 8 marsin. Dhe për më tepër ku ka më bukur se të mblidhemi të gjithë bashkë në Podgoricë, jo vetëm në Tiranë apo në vende tjera, por në Podgoricë pikërisht. Kështu që ndaj me ju edhe një kënaqësi tjetër të veçantë, sepse sonde ndodhemi artiste shqiptare nga trevat folse, gjë që bën akoma dhe më të mrekullueshme këtë natë. Ndaj kam një fjalë të shkurtër edhe unë, pavarësisht se përpara fjalës time doja t'ju uroja shumë suksese dhe t'ju falenderoj ambasadoret tona të Shqipërisë dhe të Kosovës në Maltëzi, sepse pa ndihmën dhe mbështetjen e tyre absolutisht ky aktivitet nuk do të ishte i pranishëm, jo vetëm sonde, po dhe kjo ekspozit që do të ngelet kujtim jo vetëm nëpërmjet artistëve, po kudo në trevat shqipfolse, absolutisht dhe pa dyshim, pa ndihmën dhe mbështetjen e tyre nuk do të ishte realizuar. Ndaj ju falenderoj nga zemra në emër të gjithë artistëve pjesëmarrëse dhe jo vetëm. Në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, Qendra Tirana Art, në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Maltëzi dhe Ambasadën e Republikës të Kosovës në Maltëzi, organizuan ekspozitën për te kufive brenda shpirtit. Një ngjarje që të kalon dimensionin artistik dhe shndërrohet në një manifest të solidaritetit dhe fuqëzimit të gruas. Kjo ekspozit bashkon 38 artiste gra dhe vajza nga Shqipëria, Malizi, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Lugina e Preshevës. Është një ekspozit me mediume të ndryshme artistike si në piktur, grafik, fotografi artistike, instalacion dhe forma të ndryshme të artit, të cilat transmetojnë mesazhe të fuqishme sensibilizuese kundër dhunës, diskriminimit dhe barazisë gjinore. Nëpërmjet veprave artistike bëhen thirrje për ndërgjegjësim, reflektim dhe barazi dhe të drejta të grave dhe të vajzave në shoqërinë tona. Për te kufive, brenda shpirtit krijon një hapësirë të përbashkët ku kufint ekspozohen, dëgjohet zëri grave dhe i vajzave që shpesh nuk kanë hapësirë të flasin, zëri grave dhe i vajzave që janë përballur me heshtjen, dhunën apo diskriminimin. Arti në këtë ekspozit kthehet në dëshmi, rezistencë dhe shpresë. Ky aktivitet është i rëndësishëm për shoqërinë sepse promovon kulturën dhe dialogun, respektin dhe barazinë. Ai forcon urat e bashkëpunimit, kulturën dhe trevat shqipfolse dhe dëshmon se solidariteti përmes artit është një mjet i fuqishëm ndryshimi. Këtë 8 mars, arti nuk është vetëm estetik, është qëndrim, është kujtesë, është forcë. Dhe mbi të gjitha është zëri i grave dhe vajzave që flet për te kufinve brenda shpirtit. Sepse barazia fillon ku zëri gruas nuk hesht më. Ky është zëri ynë, i përbashkët, i fuqishëm dhe i pandalshëm. Faleminderit, gëzuar gjithashtu. Mirëmbrëma, zotërinj ambasador, pranishëm,
zonja dhe zotrinj, krijues, autor, koleg edhe familjar po ashtu. Është nder dhe kënaqësi e veçantë që t'jem sonte mes jush dhe dua të përfitoj nga rasti për të përshëndetur për mundësinë që mu dha të prezantoja vëllimin tim të dytë poetik të titulluar 69. Unë jam Muarda Albunesa, kam lindur në një familje shkodrane, kam mbaruar studimet për drejtësi dhe aktualisht jam avokate civiliste në profesion. Po ashtu jam antare e Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Shkodrës, pra duke përfaqësuar edhe qytetarët në lidhje me problematikat publike që ne kemi në bashkinë tonë. Mbaj gradën doktor i shkencave në të drejtën e autorit. E ndoshta shumë njerëz bëhen kurioz dhe pyesin se si është mundur që të kemi një ndërthurje ndërmjet një njeriu të së drejtës dhe një artisti apo një poeti. Mu më duket gjëja më normale e mundshme, sepse si juristi, si artisti, kanë të fuqishëm fjalën apo vargun. Kur më pyesin se cila është fjalia që më përkufizon më së miri, unë përgjigjem gjithmonë. Unë njoh Zotin dhe ligjin dhe flas me gjuhën e vargjeve. Sot vi para jush me librin tim të dytë poetik titulluar 69. Shumë njerëzve i ka bërë përshtypje titulli, por në fakt, përveç kuptimit simbolik që ka, unë do ta përktheja këtë titull si një rregull të pashkruar njerëzor, që është asgjë nuk është ashtu siç duket. Ky libër në fakt është një përpjekje për të zbërthyer realitetin përtej asaj që duket në sipërfaqe. Në këtë vëllim, dashuria nuk paraqitet si një idealizëm romantik, por si një përvojë, si një përplasje dhe si vetdije. Zëri lirik femëror është i fuqishëm dhe i vetdijshëm për dëshirën, për kufit dhe për sovranitetin e vet. Në këtë univers poetik, gruaja nuk është subjekt pasiv, por ajo vepron, kërkon, refuzon edhe vendos. Arti në fakt nuk kërkon leje për të qenë i lirë, sepse në fundit, unë mendoj që nuk ka vend për moralistët në një galeri arti. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ishte një kënaqësi e veçantë që isha sonte mes jush. Unë do ju bëj një pyetje, nëse ju dëshironi që unë t'ju përshëndes me një poezi? Okej. Me qënë se sot ne jemi në ditën e 8 marsit, unë kam zgjall një poezi e cila i përshtatet të gjitha zonjave dhe grave, e bukura dheut, ta vollin derin Zeu si Europë, ti me bark të goja, a i hynin tok, Perëndi dëshkuese që zotnon zjarr, ti e bukura dheut, me një këmbë në varr. Çka pret një hyni nga një vdekatare, ngjiz farën e ti me dëshirë fatale. Kështu e ka magjepsja, shkrep si rrufe, dhe në shkret të tjerë gjen e ngrej fole. Kush të don, s'të ka. Kush të ka, s'të don. E ka marrë djalli këtë epokën tonë. Faleminderit. Gjithashtu ne intervistuam dhe njërën nga pjesëmarrëset e kësaj ekspozite, Kaltrina Hoti, piktoria e njohur, e cila dha një mesazh jashtëzakonisht të rëndësishëm me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas për televizionin Bojnë. Po, faleminderit shumë, edhe juve gjithashtu ju uroj 8 marsin. Këtu është një përmbledhje e fuqisë të femrës e prezantuar nëpërmes artit. Për mua shëndet jam pjesë e kësaj. Është përmbledhje artistëve nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malizi dhe është një ndër përjetime më të bukura që mundet një femër me i përjetua në këtë ditë rëndësishme që e kemi dhe e festojmë. Mund të dim se çfarë keni sjellur ju sot në këtë ekspozitë? Cilat janë ato punime që keni vendosur të ekspozoni ju sot? Tu të gjithë artistë kanë sjellë nga një pikturë, unë kam sjellë një që quhet
është tituluar në gjuhën angleze Standing Together but Apart, qëndrojmë së bashku por nuk jemi të njëjta, që pak a shumë është duke treguar sa të njëjta jemi, po jemi ndryshe. Ne, si gjini femërore në përgjithësi, edhe në rrjetet sociale, edhe në aspektin kulturor, social, të gjitha aspekte jetësore të të. Cili do ishte ai mesazhi që do doni të përcjellnit për të gjitha gratë shqiptare sot në rastin e ditës ndërkombëtare të gruas? Mesazhi im do të ishte: përdoreni lirinë me vlera të duhura. Mos e keq përdorni lirinë. Ne kemi fuqi nga natyra vetvetiu. Sot shoh shumë femra të fuqizume në shumë aspekte. Mirë, po të njëjtën kohë po e bërej që ende nuk kemi arritur të balancojmë fuqinë tonë në përdorimin dhe balancën e duhur. Pra, urimet 8 marsi çdo femër që ekziston, por atë lirin fuqinë dijeni si ta shfrytëzoni, mos e keq përdorni lirinë e vet.